Të mërkurën, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një takim konstitutiv me përfaqësuesit e subjekteve politike me qëllim të caktimit të datës së zgjedhjeve lokale. Ndërkohë, përfaqësuesja e lëvizjes Vetëvendosje, deputeti Albulena Haxhiu, gjatë takimit me Presidenten Osmani, nuk e ka përjashtuar mundësinë që zgjedhjet lokale dhe ato nacionale të mbahen njëkohësisht. Për të njëjtin mendim u shpreh dhe para takimit me Osmanin dhe përfaqësuesit e subjekteve politike. Besoj se është e rëndësishme që partitë politike të dëgjohen dhe të shohin cilat janë propozimet e tyre për një datë të mundshme për zgjedhjet lokale. Nuk përjashtohet mundësia që të mbahen të dyja bashkë. Ne si lëvizje Vetëvendosje nuk kemi kundër kësaj ideje, megjithëse nuk është qëndrimi ynë primar, por nëse vazhdon bllokimi dhe nuk konstitutohet kuvendi, atëherë vetmja zgjedhjet mbeten zgjedhjet, ka deklaruar Haxhiu. Profesori dhe njohësi çështjeve juridike dhe politike Muhamet Klemendi, në një prononcim, ka komentuar takimin e zhvilluar mes Presidentes Osmani dhe përfaqësuesve të subjekteve politike lidhur me caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Në takim me Presidenten e vendit nga zonja Haxhiu i Vetëvendosjes, u kërkua që zgjedhjet lokale dhe ato të jashtëzakonshme parlamentare të mahen njëherësh. Me këtë kërkesë de facto u vërtetua se VV-ja synon zgjedhjet, duke besuar se me to mund të kalojë 50%. Këtë e mendojnë dhe partitë e tjera parlamentare si PDK, LDK, AHK e të tjerë, edhe ato shpresojnë në fitore. Megjithatë, nga këto parti ende nuk kemi ndonjë kërkesë zyrtare për zgjedhje të reja parlamentare, ka thënë Klemendi. Klemendi po ashtu është pyetur se a ka kapacitet vendi ynë për mbajtjen e zgjedhjeve nacionale dhe lokale në të njëjtën kohë. Ndërkaq që ai ka shtuar se një vendim i tillë kërkon pajtim mes partive politike dhe presidentes. Kosova ka kapacitete për organizimin e zgjedhjeve të përbashkëta si lokale ashtu dhe parlamentare. Çështja është, a ka nevojë të ecet në këtë rrugë? Për mendimin tim jo. Ka mundësi për koalicione, por unë nuk e vendos. Këtu çështja është që për një vendim të tillë duhet pajtimi partive politike dhe i vetë presidentes së vendit. Duke theksuar se ngërçi politik në kuvend ndodhi vetëm për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, mundësi për koalicione ka pasur dhe ende ka. Në këtë situatë ka rënë dhe partitë e reja ish opozitare të kuvendit të Kosovës. Partitë me deputetët e tyre nuk e votuan kandidaten e VV-s për kryetare të kuvendit dhe kështu ju dha mundësia një kërkese të tillë, ka theksuar ai. Në fund, Klemendi ka treguar se vendimi përfundimtar është në kompetencën e presidentes, me kushte që të ketë pajtim nga partitë parlamentare.